Hotelet dhe qytetarët shqiptarë që përdorin platformën Booking për rezervime të dhomave apo për qira afat shkurtër kanë realizuar një shifër totale të ardhurash prej 80.1 milion euro gjatë periudhës janar-shtator 2025. Administrata tatimore bën me dije se disponon të dhëna mbi rezervimet dhe shitjet e realizuara përmes platformës Booking, ku rezulton se janë 17.225 subjekte dhe individ të regjistruar që kanë realizuar shitjet e akomodimeve përmes kësaj platforme. Sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, vetëm komisionet që janë paguar platformës nga qytetarët dhe bizneset janë rreth 12.8 milion euro. Për këtë arsye, administrata tatimore u bën thirrje individëve që kanë siguruar të ardhura nga akomodimi përmes kësaj platforme që t'i deklarojnë ato në deklaratën vjetore të ardhurave personale DIVA 2025. Ndërsa bizneset duhet të verifikojnë nëse deklarimet e tyre janë në përputhje me të dhënat e Booking për të mos u bërë subjekt i rivlerësimeve tatimore. Mos deklarimi i të ardhurave përbën shkelje të legjislacionit tatimor dhe sjell penalitete sipas parashikimeve ligjore. Afati për plotësimin e DIVA 2025 është 31 mars 2026. Ndërkohë të njëjtin detyrim e kanë edhe subjektet që krijojnë të ardhura përmes platformës së rezervimeve Airbnb.